Edhe pse njëri ka 25 vite në politikë dhe tjetri 35 vite, si Edi Rama ashtu dhe Sali Berisha nuk shqiten nga politika. Rama kërkon mandatin e 4 të radhazi, ndërsa Berisha kërkon rikthimin e qeveri pas 2 mandateve si kryeministër dhe sundimit si president. Arsyeja kryesore që i mban këta të dy në politikë është frika. Të dy kanë frikë nga drejtësia dhe po përdorin gjithçka për të pasur imunitet. Përveç kësaj, është edhe e mira që të jep pushteti, pasuria. Si Rama ashtu edhe Berisha kanë ndjekur një strategji të njëjtë. Të dy kanë deklaruar ndër vite në ILDKP vetëm pagën dhe nga një apartament, ndërkohë që familjarët e tyre notojnë në luks. Pamfleti, por e nditë se si ka ndryshuar pasuria e tyre ndër vite. Bie në sy se bashkëshortja e Ramës ka shumë pasuri, teksa kohët e fundit ka filluar të vërë edhe djali i tij, i cili justifikohet me veprat e artit. Sa i takon Berishës, dihet luksi i Shkëlzenit dhe Argitës. Të dy kanë pasuri shumë të majme. Në vitin 2021, Berisha bëri deklarimin e plot pasuror, kur u rikthye si deputet pas djegjes së mandateve, dhe aty ka deklaruar gjithë luksin. Këtu nuk futen vilat dhe apartamentet e Jamarbërit që i ka sekuestruar SPAK. Si ka ndryshuar pasuria e Edi Ramës dhe Berishës ndër vite. Edi Rama, viti 2003, apartament para fabrikat 1+1, fituar nga privatizimi, studio artisti 65 m2, trashëgimi nga babai, koleksion nga krijime artistike, kursi me kesh 3.5 milion lek. Viti 2010, Linda Rama, apartament me sipërfaqe 146.15 m2 në Tiranë, vlerë rreth 19 milion lek, garazh me sipërfaqe 17 m2, me vlerë rreth 1.3 milion lek, tok are në Surrel, 2582 m2, 500.000 lek, tokare në Surrel, 1995 m2, 586.650.000 lek, kontrat huaje pa interes, 30.000 euro kontrat huaje pa interes, 20.000 euro kryetare bordi në Open Society Foundation, 624.000 lek, apartament dhënë me qira, 19.440 euro. Viti 2013, bashkëpronar me 50%, ku 50% të tjera pjesë e regjimit martësor me bashkëshorten Linda Rama, shtëpi banimi me sipërfaqe të padeklaruar përcaktuar një kat, me vlerë ndërtimi 39.607.741 lek, vendodhja e shtëpisë në fshat Surrel, komuna Dajt, pasuri që justifikohet me dokumentet leje ndërtimi, momenti i deklarimit pa titull pronësie, llogari bankare 2.7.789.3 lek, burim të ardhur është paga e mëhershme nga shitja e librit Kurban, detyrimi pa paguar subjektit ndërtues të shtëpisë së banimit në Surrel, me vlerë 12.056.241 lek, detyrim si pjesë e regjimit martësor 50 me bashkëshorten, detyrimi paguar i qiras vjetore apartament banimi, sipas kushtit për pagim një herë në vit, vlera e detyrimit 573.280 lek. Viti 2014, Linda Rama, pronare 100% një tokë are me sipërfaqe 886.5 m2 në Surrel, Tiranë, blerë më 6/2/2014, si rikthimi i sipërfaqes së tokës në gjendjen fillestare, tashmë pjesë integrale e tokës, ku është ndërtuar godina e banimit me vlerë 400.000 lek, të ardhura nga qiraja, apartament Tiranë, 744.269 lek. Viti 2015, Edi Rama, të ardhura nga krijimtaria artistike, shitja librit Kurban, shitje pune artistike vlera neto me detyrime tatimore të zbritura, 2.694.000 lek. Djali Gregor Rama, fituar nga shitja e veprave të artit, 3.400 euro. Viti 2016, Gregor Rama, të ardhura nga krijimtaria dhe shitje pune artistike, 25.000 euro, blerë vetur tip Audi, 400.000 lek. Viti 2017, Edi Rama, shitje apartament banimi para fabrikat, me sipërfaqe 59 m2 me vlerë 5 milion lek, të ardhura nga krijimtaria artistike, 3.894.352 lek. Lindita Rama, blerje toku lishte dhe arë në Surrel, me sipërfaqe 2.240 m2, me vlerë 6.930.000 lek. Viti 2019, bashkëshortja Lindita Rama, të ardhura neto në vlerën 1.876.793 lek. Për konsulenca dhe ekspertiza të ndryshme, zonja Lindita Rama, të ardhura neto në vlerën 2.717.178 lek. Nga qiradhënia e një apartamenti në Tiranë, djali Gregor Rama, të ardhura në vlerën 12.000 euro, nga shitja e një automjeti tip Audi, dhe të ardhura neto në vlerën 27.150 euro, nga shitja e veprave të artit. Viti 2020, djali Gregor Rama, të ardhura neto 25.000 euro nga shitja e veprave të artit. Viti 2022, bashkëshortja Linda Rama ka deklaruar blerjen në një are me sipërfaqe 500 m2 me vlerë 25.000 euro,
po arë 600 m2 me vlerë 30.000 euro. Djali Gregor Rama deklaron blerjen e një garazhi me vlerë 1 milion lek, deklaron blerjen e një apartamenti me vlerë 9.5 milion lek, deklaron të ardhura nga shitja e 2 veprave të mia me vlerë neto 75.000 euro dhe 42.483 euro. Viti 2023, bashkëshortja e kryeministrit zonja Lindita Rama ka bler një apartament shumë të shtrenjtë. Në deklarimin e bërë pranë LDKP për vitin 2023, ajo deklaron se ka bler një apartament me sipërfaqe 107 m2 me vlerë 429.000 euro. Si të ardhura, zonja Rama deklaron të ardhura nga punësimi, qiradhënia dhe konsulenca të ndryshme ndër vite, ndërkaq që Edi Rama përpos pagës si kryeministër 27.000 euro. Gjatë vitit 2023, deklaron rreth $50.000 të ardhura nga puna artistike, pra nga shitja e pikturave. Sali Berisha, viti 2003, apartament banimi 69 m2 përfituar nga privatizimi, zotëron 33%, lek kesh, gjys milioni lek, 2.1 milion lek, dhënë hua vajzës. Viti 2021, bashkëshortët zoti dhe zonja Berisha, pronar me pjesë takuese 50% secili të një apartamenti në Tiranë, fituar me kontratë shkëmbimi për apartamentin e mëhershëm, pronë me privatizim, shkëmbimi ka vlerë plus 2.100.000 lek. Mbi privatizimin, kontrata e shkëmbimit ka datë 16/7/2007. Bashkëshortët zoti dhe zonja Berisha, pronar me pjesë takuese 50% secili të një bodrumi në Tiranë me vlerën sipas kontratës të shkëmbimit të datës 16/7/2007. E bija zonja Argita Maltezi, pronare me pjesë takuese 50% e një apartamenti me vlerë 195.250 euro, sipas certifikatës të pronësisë më datë 13/1/2021 dhe kontratës së shitjes më datë 27/10/2009. E bija zonja Argita Maltezi, pronare me pjesë takuese 50% e një apartamenti me vlerë 200.000 euro, sipas certifikatës së pronësisë me datë 16/9/2010 dhe kontratës së shitjes më datë 4/9/2010. E bija zonja Argita Maltezi, pronare me pjesë takuese 50% e një apartamenti me vlerë 179.000 euro, sipas certifikatës së pronësisë më datë 5/6/2015 dhe kontratës së shitjes më datë 7/5/2015. E bija zonja Argita Maltezi, pronare me pjesë takuese 50% e një bodrumi me vlerë $10.000. Argita Maltezi, pronare me pjesë takuese 50% e një bodrumi me vlerë 17.000 euro, sipas certifikatës së pronësisë më datë 18/5/2015. E bija zonja Argita Maltezi, pronare me pjesë takuese 50% e një bodrumi me vlerë 26.370 euro, sipas certifikatës së pronësisë më datë 26/11/2015. E bija zonja Argita Maltezi, pronare me pjesë takuese 50% e një gjysmë vile në Lalez me vlerë ndërtimi 56.000 euro dhe blerje toke me vlerë 908.176 lek, të blerë në vitin 2004 sipas certifikatës së pronësisë më datë 23/5/2013. E bija zonja Argita Maltezi, pronare me pjesë takuese 50% e një ndërtesë banimi në Lalez me vlerë 155.000 euro. Argita Maltezi, pronare me pjesë takuese 50% e një toke bujësore në fshatin Prisk me vlerë 4.950.000 lek, me sipërfaqe 3.000 m2. Sipas kontratës së shitblerjes më datë 5/10/2004, i biri Shkëlzen Berisha, pronar një makine tip BMW me vit prodhimi 2012. I biri Shkëlzen Berisha zotëron 100% të kuotave në shoqërinë Albanian Legal Company me kapital 100 lek. I biri Shkëlzen Berisha zotëron 100% të kuotave në shoqërinë Logal SHBK me kapital 100.000 lek. Viti 2022, Shkëlzen Berisha 4 huadhënie, 2 milion lek, 2.760.000 lek, 2.672.447 lek, 3.659.900 lek. Viti 2023, Shkëlzen Berisha 4 huadhënie, 11.020.000 lek, 2 milion lek, 7.380.000 lek, 1.504.800 lek.